Përshëndetje të nderuar miq, ja ku takohemi sonte së bashku për të komentuar lojën e Big Brother. Dua të nis këtë komentim duke folur për Gjestin, për rihyrjen e Eglit dhe për pikpyetjet që në fakt Gjesti ka filluar të shpreh në raport me Eglin. Egli që në momentin e parë që u kthye në shtëpi u kthye shumë e ftohtë. Gjesti sonte po bisedonte me Kellin, Gjesti ishte pozicionuar, domethënë ishte ulur në banakun e Lori Kafes edhe po fliste me Kellin. I thonte që nuk arrit dot të kuptoj arsyen përse Egli ka ardhur kaq e ftohtë, nuk arrit dot të kuptoj arsyen përse Egli sillet në këtë mënyrë me mua dhe domethënë dëshironte të kupton se çfarë i ka bërë. Egli në asnjë mënyrë nuk pranon që të qartësohet me Gjestin. Okej, unë e kuptoj. Egli mban një lloj urrejtje nga jashtë edhe mundohet që ta shëndëroj Gjestin në përndjekës në atë që unë e kam thënë. Por Gjesti në asnjë mënyrë nuk mund ta shëndëroj në përndjekës sepse Gjesti ka natyrën e tij. Gjesti di të distancohet komplet, di të largohet komplet dhe në asnjë mënyrë nuk shëndrohet në përndjekës për Eglin sepse nuk e bën dot kur këtë gjë. Domethënë është tipi që i vuan gjërat për brenda por nuk u vrapon gjërave pas, sepse nuk i merr dot gjërat me zor, nuk është si natyra e Eglit që o ta bëj se s'ka. Gjesti është krejtësisht njëri tjetër. Gjesti këtë bisedën e ka bërë dhe me Murën pati një lidhje shumë të afërt, aty e tregoi Gjesti që edhe për kafshët di të bëj shumë gjëra, domethënë Jozi dhe Gjesti e trajtuan në mënyrën më të mirë të mundshme Murën, saqë arritën ta kuptojnë edhe banorët e tjerë që njeriu që ka zemrën e mirë i do edhe kafshët. Gjesti me Murën e bisedonte këtë gjë, domethënë ja thonte Murës dhe ishte një moment shumë qesharak po dhe i bukur. Si mundet që një gocë të thotë të dua shumë dhe për 9 ditë të haroj krejt? Këtë nuk ari unë dot ta kuptoj. Çdo gjë kuptoj, këtë nuk e kuptoj dot. Ndërsa Egli po luan një lojë tjetër, edhe pse i qëndron Gjestit shumë larg, edhe pse nuk afrohet me të në asnjë mënyrë, ajo vazhdon përsëri të përndjek me sy Gjestin, si vepron ai, nga lëvizën ai, ku po shkon ai, me kë është ai, me kë del ai. Domethënë i intereson çdo detaj i Gjestit. Kjo e bëri që Gjesti të jetë, domethënë Gjesti të futet shumë në dyshime. Këtë gjë ja tha sot edhe Kellit, sonte ja thonte që unë nuk dua të bëj përndjekësi në asnjë mënyrë në shtëpi, por thjesht fakti njeriu që është njeriu ulet edhe sqarohet, thotë e kemi këtë problemin dhe këtë problemi që edhe unë ta di se si do shkoj kjo marrëdhënie. Po tha në qoftë se Egli ka përzgjedhur këtë gjë dhe kjo gjëja Eglin e bën shumë të lumtur, atëherë tha le të vazhdon, se unë tha nuk është se i bëj tha diçka, ka hyrë tha këtu shumë e ftohtë dhe nuk e kuptoj tha arsyen. Si mendoni ju për këtë ndjesi shpirtërore që po ja shkakton Egli Gjestit? A është një lloj hakmarrje?